fatkeqësisht edhe sot sërish me vetëdije të plotë. Zoti Dehari, lëvizja vetëvendosje po e shkelin kushtetutën. I bëjmë thirrje edhe njëherë lëvizjes vetëvendosje që të reflektoj. Të kthehemi në sallë pas nesër, të kthehemi rendit të ditës, të konstituojmë kuvendin dhe të bëjmë punën tonë. Puna jonë nuk është të vim këtu e të defilojmë çdo 48 orë. Puna jonë është të ndërtojmë institucionet, të ndërtojmë qeverinë, të miremi me hallet dhe sfidat e qytetarit të Republikës së Kosovës, e jo me egon e Zotit Kurti. Ne qëndruam simbolikisht në sallë edhe herën e kaluar edhe sot më gjatë, sepse është e turpshme të vim këtu të rrim nga 2 minuta e të largohemi, sikur mos të ndodh asgjë. Edhe njëherë, faleminderit juve për punën tuaj, shpresojmë në reflektim nga ana e Zotit Kurti. Ne kemi qenë vazhdimisht të gatshëm për zgjidhje, do të marrim pjesë, kryetari Krasniqi do të merr pjesë në takim, shpresojmë në reflektim. Akt vendimi i gjykatës kushtetuese është shumë i qartë, ne besojmë që edhe Zoti Kurti të filloj të lexojë dhe të kuptojë drejt në Shqip.